nga komunizmi 80 vjeçar i ndyrë, që nuk mori vesh asnjëherë, që nuk u bën njerëz asnjëherë, sepse ashtu siç e ka thënë dhe Ruçi me shok që erdhën nga bjeshtët e largta që i hoqën morrat në Tiranë, në lumin e Tiranës, dhe me xhubletat e ndyra i lanë atje dhe na pushtuan, na drejtuan pushtët, na drejtuan armët, dhe pa e mbajnë të pushtet të kalbur, të krimbur, vetëm me kushk dhe me armë, por ato na vodhën gjithçka, na vodhën jetën tonë, na vodhën 35 vjet që nuk ja fal kurrë, na vodhën pronat, erdhën pa brek dhe u bën miliarder, por ato nuk na vodhën kur dinjitetin, nuk na vodhën kur vlerat e mba njerëzore. Dhe sot, pas 35 vjetësh po më jepet mundësia të flas, t'ja përplasur ratit, cili do nga pushtetarët e ndyrë, që na ja krekosen në përzyra, në përballa, se na janë bërë miliarder me gjakun e këtij populli, me gjakun tim dhe të njerëzve që janë sikur se unë. Por ne nuk do të reshtim kur, se ashtu sikur se shpura e tyre ndyrë nuk pushoj duke propaganduar vjedhjet, krimin e tyre, edhe drejta kur nuk do të zhytet, ajo kur nuk do të mbytet, por ajo do të triumfoj. Kam kaluar mbi trupin tim, plagë të thella më janë krijuar, dhe vi nga anë e anës, vetëm për ta thënë fjalën time, sepse edhe në këtë moshë unë ndjehem e fort, ashtu si kur isha në vitet 90-30 vjeçe, dhe doja të flisja të shpërtheja, por ata më prangosën, më humba fëmijën tim, ndërësira, maskarejnë. Ju që më keni vjedhur pronën më mes të Tiranës që baba ime zje buri, me djersh, me çapa buke, dhe sot e ka blerë, kush është ai ndërësirë? Samir Mane, na doli oligark, po, oligark i shquar kënjëri, se nga një emigranti ndyrë që bërë të rrugëve të botës për një kafshat buk, e soli mafja këtu për të bërë oligark, duke vjedhur pronën private dhe pronën shtetërore. Kur nuk shitet Shqipëria me 1 euro, por këto kriminella që drejtojnë sot politikën majtës dhe djathtas, ato e kanë shitur vetëm për karriget e tyre, për karrierën e tyre, vetëm për të bërë miliarder. Më vjen shumë keq që ky popull me kanë zjerë kaq shumë si PS-ja dhe PD-ja dhe shumë të tjera, kanë zjerë gjoja deputet të shkuar dhe të nishëm, si nuk doli një grup i hajri, si nuk i thirri dikush mendjes dhe të thotë, ndalë, çfarë po bëjmë kështu, çfarë masakrash, kujt po ja drejtojmë të pushtë, kujt vetëm për të pasuruar vetë.